mundësisht dhe me në i zyrë në cep të selis, të vazhdoj të qëndroj duke folë ndryshe. Këtë e ka alergjit jashtëzakonshme. Ai do që kushdo që ndodhet brenda gardit partisë, duhet flasë si ai, dhe të mendoj si ai. Ndërkohë që Saliani për momentin i del jashtë kësaj. Natyrisht unë vazhdoj të them që, dhe këtu kërkoj ndjes Kadillit, po vazhdoj të them që Saliani është në provën e fortë të zjarrit. Sa do të zgjas dhe sa do të ketë përkrahje, sepse sot përkrahja nuk është vetëm sallë në Këshillit Kombëtar ose grup parlamentar ose edhe në media. Ky përkrahje sot perceptohet me klikimin, me dallgën që ti arrin të ndërtosh në rrjetin social, në opinion publik. Pra, sot është diversifiku për hapja mesazhit. Prandaj Saliani ka shansin që nëse reziston, dhe unë këtu kam pikpyetjet e mia, ai të kthehet diçka më shumë se sa zëri i njeriu vetëm. Tu e kam dhe unë, domethënë lëvizja e tij synon diçka, nëse nuk synon diçka i bie që synon spaku të rezistojnë në kohë, po bardh vetëm një sekond t'ja fjalën Bekos. Po, këtu duhet të vazhdoj. Këtë isha gati të thoja Sokol, çfarë qëllimi ka Saliu, ku kërkon çfarë synon Sali Berisha në këtë kohë dhe çfarë synon Ervin Saliani nga ana tjetër, çfarë duan strukturat që ne pretendojmë se i ka Sali Berisha me vete, do të them kur them strukturat e kam fjalën Këshill Kombëtar, kryetar Degësh, sekretar Degësh, dhe çfarë synon antarësia e partisë. Pse i duam, ne këta janë 4 faktorët brenda Partisë Demokratike. Tani, Sali Berisha kërkon me çdo kusht në radhë parë të konsolidoj pozitat e veta, në rast se do të hyjë në fuqi, do të zbatoj statutin për të bërë zgjedhje për kryetarin. Ku ka thënë do kandidoj? Ku ka thënë do kandidoj. Por mos harrojmë që ai futi në shesh, në protestën në foltorin e fundit, mori dhe vajzën me vete, prapë nxori në sken. Ka për muhabet tjetër. Ja ta shohim. Ka për muhabet tjetër. E dyta, doktori synon që të ketë një parti me çdo kusht, të jetë vetë ai kryetari i partisë, aq sa ta ketë ai. Dhe nuk intereson shumë se sa Argida doli tonën, spaku sulmoi të martën, se kupton. Se sa nuk intereson doktorit se sa do ta ketë një parti që ta sjellën pushtet apo jo. Nuk intereson. Atij duhet partia për veten e tij të mbylli, të mbroj veten, të mbylli punët që ka, atë që kemi thënë prej 4 vjetësh. Çfarë synon Saliani? Çfarë i duhet Saliani? Saliani ka thënë dhe thotë. Çfarë i duhet? Çfarë mendon ti që ai synon? Ja, po ta them unë. Se çfarë duhet ne e dim. Jo, po atë puna është ose e thën kështu, si e mendoj unë, çfarë synon Saliani? Saliani ka dalë dhe ka thënë. Të nisemi nga ato që thotë një herë. Pastaj nga ato që nën kuptojmë apo mendojmë ne. Ato që thotë janë këto. Ai thotë, unë dua të energjizojmë partinë, ta bëj parti funksionale, të hapur, meritokrate e tjera, pra të bëjmë atë parti që Berisha u premtoi demokratëve, mbështetësve të vet në foltore. Dhe çfarë duan demokratët? Demokratët duan një parti të fortë, mbështetur në meritokraci, një parti që të synojë pushtetin. A përputhet kjo dhe çfarë duan strukturat tani? Kur them strukturat, Këshilli Kombëtar, deputetët dhe kryetarët dhe sekretarët e degëve. Kryetarët dhe sekretarët e degëve s'kan struktura. Partia Demokratike në bazë ka mbaruar. Janë të shpërndar, janë të çorientuar, janë të paqartë, janë të lodhur dhe janë pa mbështetje. Janë atje thjesht për të mbajtur, domethënë, marrëdhënien me Sali Berishën. Nuk ka qenë kështu Partia Demokratike në 2021 kur filloi foltoren Sali Berisha. Ka qenë ndryshe. Dhe ka qenë Saliu ndryshe. Demokratët janë thyer me Sali Berishën. Ka qenë Saliu ndryshe, po demokratët, shumica e demokratëve janë thyer me Sali Berishën sot. Ndërsa dje kur Sali Berisha bëri foltore dhe mori Partinë Demokratike, e pan si shpres Berishën, sepse Berisha u tha, unë për 6 muaj rrëzoj Ramën, unë do t'ju jap votën ju, dhe mbështetur te meritokracia. Do e rrëzoj tonë. Dhe e fundit, i tha, do t'jeni ju që do të vendosni për gjithçka në Partinë Demokratike. Asnjë nga këto premtime nuk mbajti, as në pushtetin e solli, as Partia Demokratike e bëri. As më premtime elektorale. Premtimet elektorale. Baza e partisë është e thyer me Berishën. Premtimet dizavantazh i madh. Premtimet elektorale. Avantazh për Saliani. Të lutem. Po ta mbyllu se s'kishim mbaruar argumentin. Po e ke bërë me 7 fjali rresht. Ti e heq edhe ato pikën. Edhe duket si një fjalia. Baza është avantazh për Saliani, dizavantazh për Berishën. Tani ti thua premtime elektorale. E di kush problemi dhe këtu pastaj dalim te ajo psikoza. Ora ç'ai premton doktorit këtyre? Premtimet elektorale bëhen për njerëz të thjeshtë, nuk i bëhen militantëve. Militantët apo partia, pra struktura, të ndjek ty si ideologji, të ndjek ty si lider, patjetër. Ç'ai premton me premtime personale. Po ç'ai premton për shembull Ali Mehmeti? Ç'ai premton Ali Mehmeti? 45 sekondë. Pra Ali Mehmeti merr pjesë në zgjedhje. Në listë hapur, del më i votuar, sigurisht nuk futet dot. Tati, ç'ai premton? I ka thënë, "Unë kam plane për ty, mo." Ka që thotë. Ti je pjesë e ekipit tim, unë kam plane për ty.
ja lë suspans. E pranon. Do të bëj kryetar kooperative. Klubi. Atëherë që të kemi ka që thotë Landi me shumë drejtë. Po të janë shkërmoqë strukturat. Dhe nuk është e rastishme, është e qëllimshme. Se nuk ndodhe rastisht shkërmoqja e strukturave. Se ti strukturat mund t'i mbash në këmbë, mirë apo keq, me pak ndërhyrje. Shkërmoqja e strukturave çka ka bërë që shkërmoqet ajo që është shtylla kurrizore e partisë. Sot e ke parti pa shtyllë kurrizore, nuk kemë struktura, ke kryetar degësh po s'ke deg. Ke zyrë po s'ke njerëz. Kjo është vepra finale e Berishës. Ke vujt po s'ke parti. Është vepra finale e Berishës dhe kjo vepra finale e Berishës ka një qëllim të vetëm. Dega e PD-s. Po jo mos ka rëndësi PD-ja do vdes bashkë me Sali Berishën. Kjo është aksion, nuk e ndryshojmë dot ne. Ka që vërtet është kjo sa që një qytet me 1 milion banor si Tirana, ndjehet nevoja që të sjellësh me autobusa nga Saranda dhe nga Shkodra për të musheshit. 1 milion PD-ja banor do vdes bashkë me Sali Berishën. Qëllimi vetëm i Berishës është jo të vinë pushtet, është të jetë kryetari i partisë, ta thrasin gjithë lideri i opozitës se ka nevojë për mburojtjen politike që i jep termi lideri i opozitës. Të bëj ato punën. Të bredh nëpër këto organizata ndërkombëtare që nuk kanë asnjë lloj peshe, se ti del i dëuj apo i Do robi dhe tu të thojnë erë. Po, a mirë, okej, udhtimi, mjafton që mos shkoj ty ku nuk lejohet. Është çështje udhtimi. Edhe PD-ja ndërmarrja fitim prurse. Vetë kthehet, po ajo është finalja. Thonë është e fundit e të prodhoi. Po ajo është sukses, që ti je në opozitë dhe e ke bilancin pozitiv tregtar. Ata djemë sot i kishin kërkuar, do me thënë, nëse do ta trajton dhe në Këshillin Kombëtares, ishte një grup djemsh atje që kishin kërkuar, edhe vajza, do me thënë, kishin kërkuar që të futet në statutin e partisë, në rregulloren e partisë, që kush merr tendera dhe leje ndërtimi nga qeveria Rama të përjashtohet nga partia. Pas ka bërë mirë se pas ka pranuar. Se nuk fusin aty ke statutet. Le të fusin ke statutet dhe një klauzulë tjetër që kush ka qenë me partinë e punës nuk ka fusin dot, atë zguxojnë dot. Po Bart, se nuk vlen kjo. Është njëjta mendësi politike. Mendësia e armikut, e luftës finale. Po se nuk ju intereson bashkimi bardhë, ju intereson ajo që tha Rezi. Po bra. Kam një problem. Të gjitha këto lloj lëvizjesh, ju quani lëvizje, po për mua janë thjesht ngjarje, kam një problem shumë të madh. Janë vuaj nga njëjti mentalitet, nga mendësia e individit që vjen të zgjidh situatën. Nuk e kuptojnë, dhe unë kam të shqiptar 2 persona atje, dhe më ka vajt goja mbrapa, duke thënë nuk bëhet me protagonizëm individual. O bëhet një mas kritike njerëzish, o krijohet një format ku të mblidhen demokratët nga brezi i parë këtë deri ata që s'kan ardhur akoma. Pa media, pa atë zhurmën kush është kush, për të zgjidhur çfarë duhet bëjmë dhe pastaj si ta bëjmë dhe pastaj me kë e bëjmë. Në momentin që kthehet në çështje protagonizmi, takimet e X-it apo Y-it, po që për mentalitetin e partisë së njëshit të thyn brinjit Sali Berisha. Është shumë tepër e Tiranë. Po flasim të bëjmë një parti demokratike, po na e zgjidh ka këtë problem Bardhi. Bardh ka dilli që ka njëshi, jo. Zgjidhet duke krijuar instrumentin për ta gjeneruar partinë e re. Për ta projektuar partinë e re. Po kjo ideja që ai po ndet ndoshta po mundohet çaj poshtë tek baza, ndoshta për gjetur element ngritjes një strukture paralele apo Ore, kush e ka regjistrin antarësisë partisë Se është gjova zhvillim. 2-3 herë pyetjen, ç'a mendon ai? Po pse s'flet vetë ai më kur? Pse si bi Berishës po i bi Flamurnokës? Po do tani çfarë loje e vogël është kjo me kopaca? Ore, si u zgjidh ka nga një njeri kjo punë? po sot i ra, sot Ai mbani më takimet e Krishnik Sfajiut. Ai mbani më takimet e Adriati Klapën. Bëri dhe pallat e kongreseve ky shehaj. Me gjithë klasën e vetë punëtore. Harum, ai sheja shpresë e opozitës, ke drejt. Ka dhe i protestë premte. Ka dhe protestë premte, ëh? Okej. Qartë, po bare se duhet ta mbyllim, se vjen emisioni tjetër. Ndjes lutem, fjala e fundit po me çfarë? Nëse po kaluam para një vitje, para 2 vjetësh, një ngjarje e cila kishte të bënte me mënyrën se si ndryshohen elitat në një parti. Duhet patë që në momentin kur njëra palë luftonte për të marrë drejtimin dhe pala tjetër kundërshtonte, u bë një proces gjyqësor që vazhdoi dhe në mënyrë politike u zgjidh. Pra, harroi kushdo sot që në Partinë Demokratike do të ketë ndryshim me këtë strukturë që ekziston. Se në rrugë statutore nuk bëhet ndryshimi. E dyta,
Të gjithë tani po kuptojnë që Partia Demokratike është ndërmarrje politike Sali Berishës, është ndërmarrje tia dhe si mund t'i vesh tjetëri ti marrësh pronën. Ta mësojnë të gjithë. E treta, militantët e Partisë Demokratike që të jenë aktiv dhe të vinë në protest duhet të motivohen. Janë bërë 2 përpjekje politike për ta motivuar këtë lëvizje. Ka qenë para 20 ditësh, 30 ditësh mos gaboj, ishte lëvizja para Spakut që shpallja televizje për Belindën, për Ballukun, dhe është ajo që është para 2 ditësh, ose është e djeshme mos gaboj, pra e djeshme, që përsëri u hodh në aksion Spaku për të motivuar militantët për më datën 22. Dhe jo pa qëllim të themi që Spaku është bërë instrument politik, sepse po i vjen Berishës në ndihmë që të motivojë militantët. Por militantët nuk motivohen më përfundimisht, sepse militantët përfundimisht e kanë kuptuar, Sali Berisha nuk është interesuar dhe nuk ka forcë të mobilizojë më njerëz tashmë. Militantët kanë kuptuar që çdo lëvizje e tyre është lëvizje në boshllok thjesht për të mbajtur SHPK-n e Berishës. Çfarë ndodh tani me Salianin? Saliani nuk është individ. Praktikisht, brenda militantëve të flakë të Partisë Demokratike, po ekziston fryma që duhet ndryshim nëse duan ata të jenë protagonistë për marrje pushteti. Por këtë frymë duhet ta komandojë, duhet ta dirigjojë dikush. Pra do të dalë një flamurtar, nuk duhet ta godasim flamurtarin. Nuk duhet ta godasim. Ne duhet t'i orientojmë atij t'i themi zotëri, ti do që këtë frymë ta kthesh në uragan Parti Demokratike, brenda Partisë Demokratike. Hajde të gjejmë një mekanizëm që në këtë lëvizje të prodhosh edhe ca në kratat që janë njerëz të vendosur. Dhe ka një gjë që është shumë pozitive. Partia Demokratike ka këtë bazë, sepse para një viti, para 2 vjetësh ne pam grupin e Euroatlantikëve që ishin figurat më të konsoliduara demokratike që arritën bën një lëvizje, grupe bën. Dhe u bën faktor politik. Prandaj Saliani duhet të kuptojë, nuk mund ta bëjë këtë lëvizje i vetëm, por njëkohësisht lëvizja po e prodhon imazhin e një kësaj fryme e cila është një reagim i demokratëve brenda Partisë Demokratike. Saliani tani ka detyrë të vazhdojë, por të mbledh rrotull vetes individ gjithmonë militant Partisë Demokratike, të konsoliduar në këtë luftë, që kanë bërë luftë pikërisht për këtë ideal. Për këtë ideal e kanë bërë këta çunat që bën atë lëvizje. Për këtë ideal, kjo ishin tezat që ndërtuan këta, nuk ndërtuan teza tjera. Reformim i Partisë Demokratike. Ne ishim më të drejtë për drejtë. Dhe ju ishit se ishit në strukturë. Tani ishit në strukturë, por gjithë skepticizmi. Dhe e fundit që do të them tani, sepse ju bët një pyetje, çfarë i motivon këta njerëz që janë, përveç asaj besueshmërisë, ju nuk keni folur me ta, po kur unë flas me ta, thonë, di si është puna. Vje keq, po e them, po do vdes Aliu, kush do ta zerë vendin e tij? Më mirë ti jemi brenda strukturës. Kjo është mbi 90% e këtyre njerëzve që sot janë Parti Demokratike dhe që rinë aty dhe që si hije rinë rrotull Berishës dhe bëjnë këto këshilla kombëtare etj. Kjo është fryma që është aty tani. Të gjithë po presin ndryshimi fizik Sali Berishës zotëri. Se të gjithë shpresë nuk kanë për të marrin nga 5 milionë lekë rrok, kurse demokratët vuajnë dhe nuk kanë më këllqe dhe mundësi edhe duan, se u ka mbaruar karburanti, kanë 16 vjetë në opozit dhe nuk mund të ndjekin dot pa fund gënjeshtat e Sali Berishës nga parë. Kështu që vetëm se këtu ka një problem. Nëse Sali Berisha e konsideron partinë ADN-n e vet, kështu e konsiderojnë dhe militantët, prandaj qëndrojnë atje dhe prandaj shpresojnë ende të ndryshojë Partia Demokratike. Se ata thonë, ne jemi aksionerë këtu, se kemi dhënë jetën tonë, kemi dhënë parat tona, kemi dhënë rinin tonë, investimin tonë. Kështu që u jam dakord me tezat e tua, vetëm te Bardhi kam një vërejtje. Ajo që se kam dëgjuar Bardhi me vëmendje në intervista, kam një vërejtje. Miqësisht është kjo. Ai thotë që po godet 2-shin apo 3-shin apo nuk ka teza për Berishën, por mjafton fjalia që thuash të bëjmë mbrapa kush ka humbur zgjedhjet dhe të largohet, ajo është e drejtë për drejtë për Berishën. Ndryshe nuk do shqetësoj Saliu, po ti goditje vetëm flamurin. E kemi Bardhin tonë, ta se teme Gazbardhin. Është proporcional do të reagimi, ka filluar reagimi Salianit sot. Duhet mbështetur, nuk duhet luftuar. Duhet këshilluar, jo duhet mbështetur, por ai duhet kuptoj që ju që keni qenë tani ju kanë përpara, po ju them juve. Ju duhet absolutisht jo më jo se ke qenë politikan dhe ke politikan që në Tiranë bëre emër. Dhe nuk ishe i vetmi. Ore, po ju jeni PD-ja më buridhë. Ju jeni shpirti PD-s. Ajo ku është Berisha nuk është PD-ja. Dhe unë për këtë gjë jam... Vetëm ka një gjë. E para herë, unë them që
Po doja që kemi njohur ne të spaku, se ne Ne. ta kemi dhe ndoshta ca nota të vogla Po dën ideale. Po doja edhe që i duhet vendit për alternativa, se nuk shoh që në një tjetër do jetë me thënë vërtetën, paktën deri tani. Ndoshta këta të spakut mund bëjnë partinë e prokurorëve special dhe heroj, që i bie tjetë PPSH, po kjo është histori tjetër, por sigla e PD-s është ajo që është alternativa sot në vend. Ajo PD që kemi njohur ne nuk është PD-ja, ne e kuptuam mbrapa, po ne nuk e konceptojmë si PD të Sali Berishës. Dhe jam dakord edhe me Kthupin, jam dakord edhe me Bardin, që zoti Saliani një moment caktuar kohashme të ta zgjedhja ai kohën. Po një moment caktuar, nëse do që të vinte ajo pjesa tjetër e Partisë Demokratike, duhet dalë përballë dhe thotë që përgjegjësi kryesor, mirë dhe keq. Squllja Ali Mehmetit nuk thot gjithë mirë për momentin. Atëherë, po nëse ndodh kjo Skënder, nuk e ka fajin më Saliu, po e ka Saliani. Apo jo. Faleminderit Skënder, faleminderit Beko, faleminderit Rezart, faleminderit Meça, falenderoj Bart Kadillin, faleminderit Bart Simon për ndryrët e tua sakta nga jashtë, edhe Andon Kellë pak më herë për lidhja nga Partia Demokratike. Lidhemi, takohemi nesër në orën 8 këtu në Ristori. Nga unë Sokol Balla, natë e mirë.